Përshëndetje nderuar teleshikues, jemi në edicionin informativ këtu në News 24, do t'ju njohim tani shkurtimisht me informacionet e fundit. Gjykata e posaçme ka miratuar kërkesën e SPAK për të analizuar të dhënat nga celularët dhe pajisjet kompjuterike të njerëzve të besuar të ish-zëvendës kryeministres Belinda Balluku dhe disa biznesmenëve. Të dhënat e nxjerra do analizohen në kuadër të hetimeve për përcaktimin e tenderave të rrugëve dhe unazës madhe të Tiranës. Pas protestës kombëtare të opozitës, ku për herë të parë u shfaqën edhe flamujt gjerman, ka reaguar ambasada e Gjermanisë në Shqipëri. Duke i cilësuar protestat si një drejtë themelore për demokracinë, ambasada gjermane thekson se dhuna nuk duhet të ketë vend në këto manifestime. Ambasada gjermane dënon dhunën e papranueshme në kuadër të demonstratave të djeshme. Protestat politike dhe e drejta për të demonstruar janë të drejta themelore në çdo shoqëri demokratike, por ato nuk mund të përligjin asnjëherë dhunën ndaj personave apo objekteve, thuhet në reagimin e ambasadës në rrjetet sociale. Ne kërkojmë prej përfaqësuesve të partive politike përgjegjëse të distancohen në mënyrë të paekuivoke nga dhuna, e mbyll ambasada gjermane reagimin e saj. Kreu i Partisë Demokratike i përgjigjet ambasadës gjermane duke theksuar se dhuna më e tmerrshme është mos arrestimi i Linda Bashës dhe moskapja nga policia e Ergyll Sagasit. Sipas tij, Shqipëria nuk do të ketë stabilitet përsa kohë regjimi Ramës do të jetë në këmbë. Ervin Seliani ka reaguar kundër Berishës pas akuzave të këtij të fundit. Sipas ish-deputetit, Berisha ka frikë nga gara dhe zgjedhjet e lira në Partinë Demokratike. Sipas tij, Berisha po e përdor partinë për interesat të tija personale. Duke theksuar se shqiptarët kanë besuar në shumicë të SPAK, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha thekson se dhëmbët e këtij institucioni ngecën te Belinda Balluku. Nga foltorja e përjavshme para kryeministrisë, Berisha tha se vetmja shpresë për qytetarët tani është largimi i kryeministrit Edi Rama. Për Partinë e Lirisë, përballja dhe rezistenca paqësore janë e vetmja rrugë që mund të rikthejnë lirinë dhe demokracinë në Shqipëri. Në një deklaratë për mediat, sekretari i përgjithshëm i kësaj force politike, Tedi Blushi, u shpreh se Partia e Lirisë është e gatshme për paguar çdo çmim për të shkurtuar ditët këtij pushteti. 24 persona ka identifikuar policia e shtetit si autor të molotovëve dhe që kanë kundërshtuar e goditur punojësit e rendit gjatë protestës së opozitës. 15 prej tyre janë arrestuar dhe 9 po ndiqen penalisht. Edhe deputeti i PD-s Klevis Balliu është referuar në prokurorinë e Tiranës. Protesta kombëtare qytetare kundër rritjes së çmimit të naftës ka dështuar duke mos tërhequr pothuajse asnjë pjesëmarrës, pavarësisht thirrjeve në rrjetet sociale dhe rritjes së çmimit në 214 lekë për litër. Avokati i popullit ka publikuar një raport paraprak mbi zhvillimin e protestës opozitës, ku thuhet se ka raportime për dhunë policore dhe mungesa protokollesh në përdorimin e gazit lotësjellës. Grupi i punës Avokatit Popullit ka vizituar spitalet dhe komisariatet për të parë dhe intervistuar protestuesit e ndaluar apo të lënduar. Nga dhënat paraprake, Avokati i Popullit sqaron se të paktën 12 persona në moshë madhore janë ndaluar, ndërsa 4 të mitur u lanë të lirë pas marrjes në pyetje. Në spitalin e traumës, ekipi i Avokatit të Popullit administroi ankesën e një protestuesi që raportoi për ushtrim dhune nga ana e policisë, për të cilën ka nisur hetimi përkatës. Teksa inkurajon tubimet paqësore, Avokati i Popullit i bën thirrje forcave të rendit për vetëpërmbajtje dhe profesionalizëm pavarësisht dinamikës së protestës. Gjithashtu, Avokati i Popullit thekson domosdoshmërinë për transparencë mbi protokollet e përdorura nga policia për përshkallëzimin e forcës dhe përdorimin e mjeteve për shpërndarjen e turmave si gazi lotësjellës apo ujë. Presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar së fundmi se ka dhënë udhëzime për të shtyrë çdo sulm ushtarak kundër termocentraleve iraniane për 5 ditë pas bisedimeve sipas tij produktive me Iranin. Deklarata e Trump vjen vetëm disa orë përpara se ultimatumi nga SBA-ja të përfundonte që kërcënonte përshkallëzimin e mëtejshëm të konfliktit.
Agjencia iraniane e lajmeve Fars bëri të ditur pas postimit presidentit amerikan Trump për shtyrjen me 5 ditë të sulmeve kundër termocentraleve të Iranit se nuk ishte pasur as bisedime direkte dhe as indirekte mes Iranit dhe SBA-s. Fars tha se Trump ishte tërhequr pasi dëgjoi si Irani do të përgjigjej duke sulmuar gjitha termocentralet në rajon. Ndërkohë, menjëherë pas deklaratës së Trump, çmimi i naftës së papërpunuar Brent ra me rreth 13%, duke u kthyer në $100 për fuqi. Tregjet globale gjithashtu u rikuperuan ndjeshëm me kontratat me afat të aksioneve amerikane që përmbysën humbjet, duke fituar më shumë se 2%. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ, por mos harroni për informacionet më të fundit mund të shkoni në balkanu.com për të informuar mbi ngjarjet më të fundit nga vendi dhe nga bota në koreale. Bashkë do të shihemi në edicionet e radhës informative deri atëherë, mirupafshim.